e trit një urime se kur ka ardhi lëvizje, ka lëvizur sporte që për ne janë realisht jashtë traditë dhe të panjohura. Kështu që kur ka një medalje se mos ta mirpresim. Përveç kulturit, këto 3 sportistë të tjerë shqiptar doja të dija ku stërviten dhe çfarë kështu çalloj kështu kulture skish kanë. Shumë e qartë, të gjitha sportistë janë gjithkohës në dëbor, janë në vendet, janë të Deni Xhepa për shembull është nga një familje nga Tirana kombinatse, por ai është i lindur dhe i rritur në Sestrier, aty ku janë bërë lojrat olimpike të Torinos në 2006. Ai stërvitet gjithkohës në dëbor në Itali. Liza Brunga është nga Toronto, ndërsa Semire Dauti është 1 orë këtu nga Cortina, pra në Itali. Është shumë e vështirë të kesh sportistë të këtyre niveleve që jetojnë në Shqipëri, sepse është vërtet. 100 ditë të vitit në dëbor kur i thënë.